Territori shqiptar për datën 1 tetor do të jetë në ndikimin e motit të kthjellët. Priten vranësira të lehta dhe kalimtare në pjesën më të madhe të vendit, të cilat do të shtohen në relievet malore gjatë orëve të mesditës, por pas sjell rreshje të konsiderueshme. Dita do të jetë ngrohtë duke ruajtur vlerat e larta të temperaturës me një rënje të lehtë krahasuar me ditët e fundit të shtatorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 10 orë diell. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi 4 deri në 8 metra për sekond. Në Bregdet, era her pas here mund të arrijë deri në 9 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 1 tetor 2025 pritet të jetë 6 deri në 7. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:30 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:31 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 29 gradë. Kukës, 16 deri në 25 gradë Celsius. Peshkopi, 17 deri në 26 gradë. Tiranë, 19 deri në 29 gradë Celsius. Durrës, 20 deri në 28 gradë. Kavaj, 20 deri në 28 gradë Celsius. Elbasan, 19 deri në 29 gradë. Berat, 19 deri në 29 gradë Celsius. Korçë, 16 deri në 25 gradë. Vlorë, 21 deri në 28 gradë Celsius. Gjirokastër, 18 deri në 28 gradë. Sarandë, 20 deri në 28 gradë Celsius.